250 kg kanabis u gjetën mbrëm në një kamion në autostradën Ibrahim Rugova. Dogana e Kosovës në një komunikat njofton se në sajt të përkrahjes edhe nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë ka ndaluar 250 kg kanabis në autostradën Ibrahim Rugova. Një operacion i bazuar mbi inteligjencën e siguruar nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, i ndërmarrë dhe nga Dogana e Kosovës dhe Policia e Kosovës, ka rezultuar me zbulimin dhe konfiskimin e rreth 250 kg të substancës narkotike të llojit kanabis, të fshehur me kujdes në një automjet transportues. Operacioni është realizuar gjatë orëve të pasdites, kur njësia antikontrabandës e doganës ka ndaluar për kontroll një kamion që po lëvizte në drejtim të Prishtinës në autostradë. Pas një inspektimi të detajuar dhe duke përdorur pajisjet profesionale të dhuruara nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zyrtarët doganor kanë arritur të demontojnë panelet e fshehura të automjetit ku ishin vendosur substancat narkotike. Në vendngjarje ka ndalë edhe njësia antidroge Policisë së Kosovës dhe prokuroria kompetente. Personi përgjegjës është arrestuar, ndërsa procedurat ligjore janë në zhvillim. Dogana e Kosovës vlerëson lart kontributin dhe bashkëpunimin e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë në këtë rast dhe thekson përkushtimin e saj për të vazhduar koordinimin e ngushtë me të gjitha institucionet në vend. Ky operacion paraqet një tjetër dëshmi të vendosmërisë së institucioneve tona për të luftuar kontrabandën dhe trafikimin e substancave të ndaluara, duke mbrojtur sigurinë e qytetarëve dhe integritetin ekonomik të Republikës së Kosovës.